Kurti dha e tërhoqë edhe fjalën për opozitën para deklarimin ditën e fitores. Ishte një farë mia culpa, një farë reflektim, një katarsisi të gjusti. Tashun, one nuk muj me folë në mund të opozitës. Zbesoj që i fletë asë të në mund të opozitës. Edhe absolutisht ashtë nëse... Se kemë qëllimi nga mja falë, për pati një mea culpa, po e rështë e vërtet. Ishte një farë reflektimi që ndoshta do të duhet ta gjeja një term tjetër. Në fakt kushe një Kurtin ishte shumë për te pritjeve të zakonshme. Për të pranuar që ka kapuar për një çmendur që u këthi normal, apo? Jene të thonë për një çmendur që u këthi normal. A mu ju ne pak për promë? Jo, më vonë e kerendin, të lutëm. Të flasës para zotit Matoshi, pra president Matoshi. Kry president. Që ishte gabimi të i ponë këtë debat, që ma dhe fjallën para zotit Matoshi. Po i kisha dhe mbrëm zotin Matoshi, ka folë dhe mbrëm. Do shta në mosafere... Jo, në mosafere më lejuat. Ju dharë si freski. Ke shpi, mosafere që do mos zojat janë të respektume shumë, për andaj... Ka folën dhe mbrëm zonja Ajupi, kështu që vazhdo zoti Matoshi. Do të bëj një balans. Fakt ishte në rënd zoti Smakishi. Nuk ke qenë mbrëm? Par mbrëm ke qenë, po. E vërtet. Po dhe Matoshi ka folë asan se keni tu folë. Po ne kam rënë, po ne se që... Ma unë birendin me kërkesën e ti Smakishi. Prit Matoshi, folë zonja Ajupi. Karë në emision... E, më ngatruan sot për artë para. Po ndihem e ndërru, më falë Para me ndajnë shpra jam duke eshur, Mirqo. Unë jam më i sulmuar se Albin Kurti në këtë mandat këtu. Albin Spori me mujtë të tonë e me vite ka pas non-stop kritikat vazhdueshme, jo vetëm prej opozitës,